problem tjetër kishe me Oshen. Edhe Osheja prap pretendon që ti të paguash taksat ndërkohë që s'ke qenë aty? Po, e njëjta pothuajse histori, me një ndryshim kështu që mua më bën për të qeshur dhe është shumë qesharake, me të thënë të drejtën. E kam thënë 2-3 herë deri tani. Për të kthyer edhe një herë tek pjesa e UKT-s, shtëpinë ju e keni blerë në 2016. Po. Kur keni bërë kontratën e shitblerjes në atë kohë, noteri nuk u ka vënë ndjeni që kjo banesa ka prapambetje prej 2012-s? Jo. Sepse e di shumë mirë që invellapo të kishte, do të kishte paguar. Por, ajo është edhe një kleçk tjetër që... Kontrata kur është hapur me vllajën tuaj? Në 2016. Tani, është dhe një problem tjetër kyç këtu, që unë, me thënë të drejtën, nuk e kuptoj dot. Uji, edhe elektriku më duket, është në emrin e ndërtuesit të pallatit. Akoma, edhe pse ju e keni blerë banesën? Me komshit që kam folur, më kanë thënë që dhe disa prej atyre e kanë kthyer në emrin e tyre, që kur e kanë blerë shtëpinë, disa nga ato e kanë lënë në emrin e kompanisë. Mirë po, dëgjova gjithashtu, nga punonjës të UKT-s, që nuk duan të shkojnë kundrejt atia që kanë ndërtuesit të pallatit, por i bien shkurtë dhe më thonë mua paguaj ti. Sepse gjoja, unë në bazë të ligjit, duhet jemi likuiduar që ta shes. Jo. Në qoftë se kjo ekziston, dua juve të UKT-s të më tregoni mua ligjin nga shteti me këto kodet penale, me këto çfarë janë këto, ti tregoj të gjithë këto libra se njerëzit duhet që të informohen, të mësojnë. Me kushtetuta. Të cilat, po dhe kushtetuta e Shqipërisë është në bazë të saj do të shkojmë, se nga kushtetuta dalin dhe ligjet. Ligjet dalin në bazë të logjikës. Kush i bën ata që kanë logjik? Kush nuk i zbaton ato që duan që ta përfshin, ta bëjnë logjikën mashtrim. Ja ky është. Sepse s'ka rrugëzidhje tjetër, nuk ka shpjegim tjetër. Tani, pse ka ngelur emrin e kompanisë? Pse ka ngelur emri? Unë nuk e kuptoj dot. Mundohem që të marr telefon kompaninë, nuk më përgjigjen. Unë nuk e kuptoj dhe në qoftë se kompania e zem, unë vetëm bëj iluzione tashti, sepse përderisa ato nuk pranojnë që të flasin me mua, atëhere unë mendoj se pallati duhet këtë filluar që se dikush më tha që ai e paguan, do më thënë ka filluar paguaj atë mujoren që është, që nga 2011-a. Ai mbase e ka bler pallatin ndërkohë që ishte duke u ndërtuar. Por vllai im nuk e ka bler në kohën që është ndërtuar. Po dhe sikur të jetë në kohën që ndërtohet. Vllai juaj e ka bler banesën nga ndërtuesi apo nga një person privat? Nga ndërtuesi, po e ka bler në 2016-ën, që ma merr mendja që pallati ka mbaruar. Pra logjikisht e bie nga 2012 që ka mbaruar pallati deri në 2016-ën janë harxhime që i ka bërë kompania e ndërtimit që i ka faturuar banorëve. Tashi si punon kjo punë, unë nuk e di, por më bën të dyshoj një gjë, që aty ke UKT-ja dëgjova dikë që tha, me se nuk është edhe kaq e kollajshme, nuk mund të shkojmë neve tani mbas kompanive, se nuk është e kollajshme me i marr lekët. Me demek, ti e budallaj, se unë jam, do me thënë, do bëj unë punë, pagoj ti. Ndërkohë që më thonë që unë këto pagesa, në qoftë se unë nuk i bëj, do jetë i detyruar blerësi që ti paguaj. Jo, nuk ka asnjë detyrim blerësi. Unë e kam detyrimin, vëllai im e ka detyrimin. Ai ishte i sëmur, e kishte harruar, nuk ka problem, por në bazë të ligjit do të paguaj aq sa janë vetëm për pronën dhe për absolutisht asnjë gjë tjetër. A kete një shifrë eksakte se sa pretendon që është pagesa jote që do bësh? Nuk e kam bërë, vetëm ato që dua të them është gati ke 1 milion shqip për ujin dhe është gati ke 1.100.000 për elektrikun. Edhe tash këtu fillon teatri. Po a s'ka pas njëri në shtëpi? Si u Jo, shtëpia është e mbyllur. S'është përdorur asnjë. Dritat kanë qenë të prera. Komplet të prera. Dhe bile po të shkosh atje se unë thirra dhe atë zonjën që mat këto aparatet elektrike, se nuk e dinim se kush ishte aparati elektrik dhe kush ishte sahati i ujit. Kështu që morëm 2 persona që punojnë në ato njësi. Edhe zonja vajte aty dhe e tha dhe ma tregoi, ky është sahati, teli ishte i shkëputur dhe më tha hyp sipër ti, më merr në telefon, kur ajo e lidhi, u hap elektriku. Do të thotë që ajo ka qenë e mbyllur. Po. Tash s'kishte kush ta hapte. Unë i mësova këto gjëra tani. Im vëlla që ishte i sëmur, ka kohë që nuk i dinte ti bënte këto punë, ndërkohë që nuk ka jetuar atje,
Dhe unë dua të ngrej një pyetje shumë delikate. Si ka mundësi që në Shqipëri një kompani uji ose elektriku që ka vënë vetëm sahatat pretendon që në ditën që është vënë sahati, personi që ka bler atë apartament të paguaj. Jo. Ai sahat është i detyruar të vihet nga ndërtuesi. Në qoftë se unë e blej nga ndërtuesi, duhet patjetër që ndërtuesi ta heqë emrin dhe të vihet personi, domethënë pronari i shtëpisë. Ndërkohë që ky pronar, si fakti jon na, vendos që ta shesi, natyrisht çfarë debiti ka do të shkojë ke ky pronar dhe domethënë ke ish pronari dhe pronari i ri të fillojë që nga dita që ka nënshkruar kontratën. Osheja ose fatura e dritave ka kaluar në emrin e vllait tuaj? Është në emrin e vllait tim, janë të dyja, edhe uji edhe elektriku. Tashti personi që e bleu atë apartament do t'i kaloj në emrin e tia dhe i thonë që nëse nuk paguhet debiti, ç'pun ka ai me debitin tim? S'ka absolutisht asnjë lloj pune. Në qoftë se ato është abuzimi të merrshëm. Edhe tek dritat gjatë gjithë këtyre viteve janë vetëm taksat që kanë ardhur në banesën tuaj për në elektrik kanë vënë dhe një taks tjetër që është 10.000 lek në muaj, edhe këtu është për të qeshur, prandaj thash është theatr, që përveç atyre të tjerave që kanë futur, është edhe kjo 10.000 lekshja për televizorin, tha. Po prit, më fal, ti mund të paguash. 10.000 lek për televizorin? Po ti e përdor televizorin ti? Në qoftë se ti e përdor televizorin, do ta paguash. Në qoftë se unë do ta përdorja, isha e detyruar ta paguaja dhe nuk do të bëja këto muhabete tashi se për mua janë historira të ulta. Tashi, për një gjë që unë e përdor jam e detyruar që ta paguaj. Por ndërkohë, siç i thash atij personit atje që punon, nuk ka elektrik shtëpia. Unë që të shikoj televizor duhet të kem prizor e djalë. Ku e kam parë televizorin unë? Jo, po kështu është ligji kujt? Sepse OSHE-ja është një kompani private. UKT-ja një kompani private. Ajo Vodafone më thash janë, domethënë të gjitha private. Këto kompani private vën ligjet e tyre. Se në çfarë ligji këto të shtetit e bazojnë, le ta gjejnë ata. Por unë e di që ato vën ligjet e tyre. Por ato vën dhe shumë ligje që nuk janë të bazuara në logjik ose në bazë të ligjit të shtetit. Që do të thotë, kur unë nuk kam elektrik, nuk kam si të paguaj ty televizor. Edhe di si më tha i zotria? O, moj zonjë, tha, juve që vini nga jashtë, tërë këto probleme na jepni. Edhe përgjigja ime ishte, më fal, ku e di ti që jam nga jashtë unë apo jam nga brenda? Pse të bezdis ty edhe sikur jam nga jashtë? Se po të jap një logjik që nuk ka ku të rri. Për të mos thënë që duhet që të shqyrtoj një çështje 30 ditë. Në kushte normale, është normale 30 ditë. Nuk them, sepse janë shumë ata njerëz që kanë probleme me kompanira, nuk jam vetëm unë. Por ato që do të thoja unë është që një çështje ndryshon nga tjetra. Kur shkon njeriu në spital, sepse më dhën barku, do të të shikoj doktori, po dhe do të të presi, sepse është ai që ka heart failure që thonë, që ka zemrën që po i pushon dhe po vdes. Kuj do t'i japësh prioritet më përpara? Ati që një çik po i dhën barku, apo do t'i japësh prioritet ati që po i pushon zemra, që ka infarkt në zemër? Kështu është edhe këtu. Unë jap prioritet njeriut. Të gjitha këto kompani që janë krijuar, të tërë këto punëra që janë krijuar, këto janë që të na shërbejnë ne. Neve i kemi krijuar, ne njerëzit i kemi krijuar dhe neve do t'i përdorim. Po kur e krijon diçka do ta krijosh në një bazë. Nuk do më vështi mua tërë këto gjoba, se do thuash që ky njeri është i paaftë mendor, me ligj ti i heq këto. So, këtu më tepër, në këto dy shifra që të dhash që janë 2 milion gati që të dyja, më tepër janë gjoba. Tashi, kur njeri është invalid, nuk ka. Është në pension, nuk ka, dhe jam e sigurt. Se unë punoj për gjyqet dhe e di, kur punon ky sistem në Amerikë, është e pamundur mos ekzistojë në tërë botën. Sepse është logjike. Ndërkohë që personi është i sëmur dhe është invalid, të gjitha këto gjërat hiqen.
A zvëno sheja dhe UKT-ja ndjeni që personi në fjalë vllai juaj ka pas probleme dhe nuk jeton më në atë shtëpi prej vitesh. Kur kam bërë kërkesën, kam bashkangjitur vendimin e gjyqit, kërkesën, kush jam unë me ato kartat e identitetit, e kemi bërë në mënyrë formale. Nuk është se bëm një cop letër edhe mori fund puna. E kupton? Kështu që të tërë jam të informuar, por njëri thot 30 ditë, tjetri thot shko atje, ktheu këtu, shko atje, edhe puna nuk po mbaron. So, unë tani kam më shumë se 4 javë që po rri këtu, meru me këtë, meru me atë, dhe unë nuk po mbaroj dot. Ore njerëz, e kuptoni juve që unë si kujdestare, prioriteti im është të kujdesen për vllajin tim. Do kujdesen dhe për pasuritë e tyre. Por juve që jeni në këto institucione, këtu është që duhet të kuptoni kush ka urgjencë dhe kush nuk ka. Sepse juve, do me thënë, UKT-ja dhe OSHE-ja, mua nuk po më lejojnë të shkoj mbrapsht ke një vëlla dhe në qoftë se gjendja e tija do të keqësohet, do të jem përgjegjës. Sepse unë luaj rolin tim atje. Pa mua ai nuk hecën dot. Një isëmur si puna e vëllait tim që ka problem vetëm në mendje, por në trup nuk ka, duhet që të heci. Në azile e kuptoni gjithë që kur ka kaq shumë veta brenda në azile, asnjë nuk ka kohë që të eci vllajin tim. Unë do shërbej aty, prandaj jam dhe këtu. Shkoj e marr 3-4 orë në ditë, e nxjerr jashtë, i bëj fiskulturë, e ushqej më tepër, e bëj për të qeshur, e bëj, domethënë, e çoj në gjelbërim, e çoj këtu atë në vendet që ai i pëlqen, që unë mundohem të zgjat jetën aty, se kjo është arsyeja ime. Edhe jam e sigurt që dhe ky drejtor, dhe ai drejtor, dhe ajo punonjëse, dhe ai punonjës, nëse do të kishte nënën, babain, vëllain, motrën në gjendjen që kam unë tim vëlla, do të besonin dhe do t'i kuptonin këto që them unë. Prandaj gjithmonë duhet të themi që çdo gjë duhet ta shikojmë dhe ta zgjidhim çdo problem sikur të ishte i joti. Unë kur shikoj një problem tëndin dhe është diçka që varet në dorën time, do ta shikoj si problemin tim. Se unë nuk po të kërkoj ty të më falësh çdo gjë. Unë jam një qytetare e ndershme që vi këtu dhe të them, unë dua të të paguaj por ato që unë kam detyrim, jo ato që ke vënë ti. Dhe nuk dua të dëgjoj atë justifikim që gjoja nuk na ka lajmëruar neve Dimitri që është jashtë shtetit, që nuk e përdor ujin, që nuk e përdor elektrikun. Me këtë tallesh ore njeri. Ti e shikon që Sahati është 0. Pse duhet të ta them unë ty? E keqja. Jo vetëm që ai e ka thënë, por më shpjegoj një fakt tjetër. Në shtëpinë e rrugës Durrësit, pse i vëlla nuk kish problem me elektrikun? Sepse me sa kanë thënë ata, gjoja ka shkuar dhe i ka lajmëruar. Jo, te kjo lagje këtej nuk më dhanë asnjë lloj problemi. U futën atje sa ka borxh, disa muaj që kishte. E vërtet, i pagova, mori fund. Kurse këto më thonë muaj që duhet të na kishte lajmëruar. Jo, nuk të lajmëroj, sepse për këtë arsye ti e ke Sahatin. Sahati tregon numra dhe fakti që Sahati i ujit nga 180 kub, edhe një kub që i bie 181, sot që vajtëm neve është 45 ose 46. Tash kush gënjen këtu? Kush po tallet? Ndërkohë që çezma robinete shtëpia s'ka ujë. Po që ka 0, që duhet të jetë 0, komplet 0. Do me thënë, nuk e kuptoj. Po Sahati dritave punonte? Jo. Absolutisht jo, 0. A kishit? Jo, 0 kilovat uj elektrik. 0, edhe aty, po dhe në fillim në kujtonim se dhe uj ishte kaq, po pasaj ke UKT-ja e dytë, na doli me 180, nuk e ke parë tje, më thet thash, edhe kemi kolisur këtu. Po nuk është vetëm kjo, janë dhe gjërat e tjera. Pasaj këto gjobat, për gjithë këto vite, ka ligje shtetjore, duhet që të falen. Duhet të falen. Dhe unë atë që kërkoj është që sa më shpejt, jo nesër, po dje. Nëse nuk doni që unë të shkoj më tepër, dua që këto probleme të zgjidhen nesër, të më marrin në telefon dhe unë të paraqitem dhe ke njëri dhe ke tjetri që t'i heqin, të marr lekët, të shkoj t'i paguaj dhe unë të shkoj tek im vëlla dhe të shikoj jetën time. Ndryshe, do të shkojmë në mënyrë tjetër. Kjo nuk është kërcënim. Kjo është një vetë mbrojtje. Teksa ne po flasim bashk, i e konsultuar me në një avokat, në një person? Nuk ka nevojë që t'jap të tilla, nuk dua të ofendoj, por nuk dua të jap të tilla informacione, se kam apo nuk kam, edhe sikur të kisha, edhe sikur mos kisha, avokati do bëj atë që i them unë. Kështu që
Në qoftë se unë jam me zonja ti bëj vetë, nuk kam nevojë pse duhet të paguaj 1 të 3 që të ma shtyj edhe një vit tjetër, sepse avokati gjoja është shumë i zënë. Jo. Por ka dhe nga atë avokat që janë të informuar dhe që janë domethënë të gatshëm që të vinë me mua nesër. E kupton? Edhe nuk dëgjoj, fakti që unë mora kujdestarin më mori pak kohë në Greqi, sepse edhe gjyqtari atje dhe gjyqtari këtu e kuptuan se si ishte gjendja. Dhe e kam thënë dhe herë tjetër dhe do ta them dhe tani që gjyqtarët nuk janë njerëz kështu dosi them, si mund të kujtoj çdo ignorant që nuk di. Ato duhet të kenë shumë njohuri dhe mbi të gjitha duhet të jenë njerëz dhe ajo që është më kryesorja është që duhet të zbatojnë ligjin. Nuk më sorollatën mua me vite poshtë e lart. Domethënë un kam 1 vit e gjysmë, një çik më tepër se 1 vit e gjysmë që merrem me gjithë këto gjëra, po gjendja ishte e rëndë dhe kishte shumë grafiokrati që thonë, domethënë burokraci, letra këtu, letra atje, më the thash. Por që jam shumë e kënaqur nga të dyja gjyqet, edhe nga Greqia, edhe nga Shqipëria, dhe bile që të dy, sikur të kishin marrë vesh me njëri tjetrin, më kanë përgëzuar për këtë punë që unë bëj dhe që e bëjnë dhe shumë kujdestare të tjera. Duhet populli ta kuptoj që me një person që ka humbje memorie dhe ka këto probleme mendore, ai që vuan më tepër është kujdestari, e kam thënë dhe herë tjetër. Tani unë dua që të mbaroj këto punë, edhe t'iki në punën time, nuk kam asnjë lloj pikësynimi të bëj rezil asnjëri, nuk dua të marr hak, nuk dua të bëj absolutisht asnjë gjë negative. Të gjitha këto përpjekje janë, siç e thash, për 2 gjëra, për të mbaruar punën dhe të shkoj atje ku unë kam destinacionin dhe populli të mësoj që kur shkojnë për këto zyra, edhe i sjellin vërdall këtë andej të dinë si të flasin, edhe po e përsëris dhe një herë, të marrin ligjin numër 9632 që ka dalë me datën 30 tetor të 2006-s. Aty i keni të tëra të shpjeguara se në çfarë kushtesh juve duhet të jeni që të merrni këto lehtësira. Tashti, ke rruga Durrësit ma kanë ulur prap e njëjta UKT. Po për këtë që është në mëzez, nuk e ulin, sepse shkojnë jo kështu, jo ashtu, jo mësill këtë, jo mësill atë, edhe ja ku jemi, ku është këtu përfundimi, që unë e kam shitur dhe Blersi nuk ka ujë dhe elektrik me një fëmijë 3 muajsh, që të jem unë si ai, të shkoj të bëj një padi, sepse më falë o zotri, unë e kam Bler dhe nuk ka ligj që të më detyron që më thot mua UKT-ja që nuk duhet ta kishe shitur ti përpara se ti laje këto. Dhe kush je ti? Zonjë o zotëri që punon në për këto zyra të më thuash ti mua se kur unë do vendos të shes, apo të blej, apo të ta djeg, apo të bëj çfarë të dua me pronën time. Në kuptimin e mirë të fjalës. Prandaj këto janë justifikime që ja u servirin njerëzve, edhe i bëjnë budallënj, edhe i shtyjnë në një pikë të tillë që ata më në fund dorëzohen se i duhet uji, se e din që i bëjnë, si thonë, abuzim tek gjëja më e domosdoshme që është uji, edhe elektriku. Në 2025-ën, ndaloni ore njerëz t'i bëni këto gjëra, se është turp. Është turp. Si që kam thënë dhe më përpara, dhe ja them edhe zotit Edi Rama, që kam shumë dëshirë që ta takoj, në mes të Tiranës më ke bërë gjithë këto reklama në tërë botën të vinë këtu gjithë këta turista, dhe në mes të Tiranës ne kemi kemi ujin me orar. A dini juve pse kam vënë kapele unë sot? Sepse nuk kam ujë të ngrohtë. Sepse duhet të shkoj në salon një herë në javë që të laj kokën. Sepse merr një elektricist, më prishi njërën. Pastaj vjen tjetri, jo po nuk bën kjo, jo po nuk bën ajo. Tjetri nuk të vjen. Tjetri kështu, tjetri ashtu. Ma jep edhe ky ujin me orar. Unë jam duke bredhur gjithë ditën, që nga ora 8 e mëngjesit, ka ditë që vinë orën 7 të darkës, që të shkoj këtu atje me këto punëra, edhe të tjera, për tim vëlla. Edhe unë lajm 65 vjeç grua me ujë të ftohtë. Nuk dua që t'ju vi keq për mua, nuk kam nevojë për mëshirë, ato që kam nevojë unë është që të zgjohet ky popull, edhe t'i thot këtyre qeverive që kemi këtu, mos më ndërtojnë 40 kate mua me pallate, që të duken që janë si gërmadha mua aty në mes të qendrës, kur njerëzit nuk ka ujë për t'u larë.
Kanë dalë të opozitës, janë bërë bashkë Lapaj me Berishën dhe po protestojnë për gjitha këto padrejtësira që nuk i njoh i dashur. E kam thënë dhe në ato të tjera, emisionet e tjera që kemi bërë, unë nuk i njoh këto gjëra, por me sa shikoj është ta përmenda këtë gjën për të treguar që kemi nevojë për një opozit ose një oponent. Pavarësisht se kush është, pa ngjyra. Por që duam një oponent, pra duhet një zë, siç ju ngrini zërin për rastet konkreta që keni, ka dhe shumë si puna juaj që përballen me këto probleme, por ulin kokën, shkojnë dhe i paguajnë 1 milion, 2 milion, 3 milion, sa të jenë, sepse nuk kanë guximi ose eci me idenë që gjoba po hyri në sistem, duhet paguar. Sepse kjo edhe ankimohet, sepse mund të jetë çmendur ai person që ti të vë gjobën dhe ti s'ke pse e paguan. Shiko, të themi dhe një diçka tjetër vetëm kështu për njohuri që njerëzit hapin sytë dhe të kuptojnë. Unë jam në Amerikë, jam zonjë shtëpie, si i thoni juve këtu. Dhe unë që ragjimet mi, i kam vënë në kontratën tonë, sepse e kemi atë të drejtë me ligj. Keni banes në Amerikë që keni lëshuar me qira? Po. Edhe unë e vë në kontratë, që në qoftë se s'më ke paguar që nga data 1 deri me datën 3, do të kesh x dollar ekstra si job se po më jep më vonë. Okej? Mua ma lejon ligji ta bëj gjë të tillë. Por ama, në qoftë se vjen një moment që ky qeraxhi kalon 3-4 muaj se unë bëra durim edhe nuk e nxora jashtë. Kur unë e çoj në gjyq që ta nxjerr jashtë, unë do shkruaj që ky person e zem është $1.000 qeraja, unë i kam dhënë atia një job çdo mujore $100, po themi numra kështu, të supozuara. Edhe për 3 vjet, për 3 muaj kam nxjerr $3.300 që më ka borxh mua qeraxhesha. Kur të shkoj përpara gjyqtarit, e di çfarë do thotë gjyqtari? Sa lek të ka borxh kjo qeraxhesh? 3.300 do them unë. Do thot ai sa është qeraja? 1.000. Pse e ke bërë 3.300? Po ka dhe ato late fee që themi neve, gjobat. Çfarë bën ligji? I heq gjobat, edhe e bën e detyron qeraxhiun të më japi mua vetëm sasin e qeras. E kupton? Kështu që në qoftë se ky ligj nuk ekziston, këtu do t'ja sugjeroja ta vinin, sepse është për të mirën edhe të njërit edhe të tjetrit. Që do të thot, pse i sjellun këtë shembull? Kështu i ka vënë dhe UKT-ja këto. Po unë po të shkoj në gjyq për UKT-n, jo vetëm që gjyqi do t'i heqi këto gjobat ekstra që si ke pagu për kaq vjet, natyrisht duke ditur që njeriu është i sëmur, por do t'i padis për tërë këto kohë që unë jam këtu, për të gjithë këtë siklet edhe stres që unë po kaloj, për lekët që unë humbas që punoj në Amerikë dhe nuk dun me ditë se sa bëj unë atje në muaj, kështu që kush do dali me këpus të kuqe në fund? Po ju tregoj mënyrën se si punohet, se si qarkullon, se si punon ligji dhe bile ka dhe shumë gjëra të tjera që unë nuk i di, ose nuk dua të them. Por që do jetë shumë e vlefshme që kjo puna ime të mbyllet dhe si këto raste që kam unë të mos përsëriten më. Sepse dola unë një që flas që kam guxim dhe nuk kam frikë, që nuk jam budalla që të paguaj lek kot. Por ka dhe të tjerë, pavarësisht se janë jashtë apo brenda vendit, që kudo që kanë qenë kanë punuar dhe punojnë shumë që të paguajnë faturat e tyre. Dhe unë nuk do të punoj për UKT-n, UKT-ja punon për mua, se po mos kisha qenë unë, nuk do kishin ato argjim uji që të merrshin lek. E kupton? Kur shkoj unë në supermarket, nuk i them supermarket ti bën shumë lek se ke qenë jashtë shtetit, ose se ti je mençur ose se ti je pasur, mua mos më merr lek për qumshin dhe për bukën. Njësoj është edhe këtu. Kam harxuar, do ta paguaj. S'kam harxuar, s'kam se paguaj. Megjithëse shiko, e gjithë arsyeja, gjithë kjo gjë që bëhet duhet të kuptoni ju që më dëgjoni. Unë e thash që në fillim dhe do ta theksoj përsëri. Unë jam e gatshme dhe dua që të paguaj argjimet ato që i takojnë vëllait tim. Kishte edhe mënyra të tjera të zhdukesha, unë mos ashtu se mua nuk më detyron dot njeri.
Nuk është shtëpia në emrin tim, as uji në emrin tim. Edhe në këtë rast është uji dhe elektriku në emrin e kompanisë. Unë mund të përdor çfarë do lloj mënyre që t'i shmang, edhe t'hiki, edhe hajde m'kap ti mua. Problemi është që kur ti shikon që ke një qytetar të ndershëm, mos më hyp këtu mua. Se nuk të lejoj. Është shumë e thjeshtë. UKT-ja dhe OSHE-ja janë akoma në emër të kompanisë. Pra janë harxime që ka bërë kompania para se ju të merrni banesë. Po. Edhe vazhdon të jetë. Tashti, nuk dua mos ma merr këtë se e di që ata të kompanisë do ta dëgjojnë. Nuk dua që të merret se un po bëj kritik ose po them që kompania na ka vjedhur o kompania ka bërë kastile ose më thash. Un këtë nuk e di. Un atë që dua të kuptoj është përse nuk detyrohet qytetari që ka bler, që ditën e parë që e blen apartamentit, të futet në emrin e tij. Se e shikon se si dalin këto gjëra? Tashini, qose mua kompania e ka harxuar për ta ndërtuar pallatin deri në 2016, nuk është problemi im. Unë ditën që kam bler shtëpinë, që andej tutje do pagoj elektrike dhe ujë, sepse kompania ka ato harxhimet e veta. Por nga ana tjetër, pash atje në pallat që ka dhe shumë të tjerë që disa e kanë ndruar, disa nuk e kanë ndruar. Edhe vazhdojnë e paguajnë. Mund të ketë qenë edhe me mirësinë e atyre që e kanë ndërtuar, që unë e ndërtova, është në emrin tim, mund ta mbash po që ta paguash. Edhe këto kanë dalë me teorinë që debitin e ka prona dhe jo emri. S'ma merr mendja se kjo është logjike, se një pron e ka një emër. Sigurisht. Emri nuk e bën pronën. E kupton, prona bën emrin. Prona është një send, pronësi të dikujt. Është një pronë që në rastin tonë, nëse do ishte shtëpi private, që kur e kemi ndërtuar, të bëhet ajo. Mirë, po harrova të them dhe diçka tjetër. Nga që Dimitri ka qenë i sëmur për shumë vite, ka harruar që të ndrojë emrin e ujit në emrin e tij, tek ky vendi këtu, jo tek kjo në Mzez që themi. Dëgjova një bombë të madhe atë ditë që merdi për të qeshur. Se pyes do ta nxjerrësh billin, domethënë të faturën që unë ta paguaj për këtë këtu. E po ta nxjerr, po ti duhet ta paguash dhe pastaj të ndrosh emrin e babait. E thash unë jo. Ti do ta heqësh emrin e babait, sepse të kam dhënë certifikat vdekje, për arsye që Dimitri është i sëmur, nuk e ka ndruar. Uji këtu është 0. Për çfarë arsye ti nuk e ndron me certifikatin që më ke kërkuar, me atë që kam marrë nga, domethënë atë vërtetimin që kam marrë nga bashkia që personi babai është i vdekur, pse nuk e ndron? Po më sorollat mua të shkoj këtej andej. Nëse ti paguan je në UKT, ty të kanë ardhur taksat. Nëse UKT-ja ka marrë përsipër me kusht që të mos japi ujë që t'ju marrin njerëzve taksat, se ishte më e kollajshme për qeverinë ta merrte UKT-ja, atëherë unë kërkoj që ti si UKT, kur ke pranuar të marrësh taksat, të bësh edhe veprimet. Do t'i thuash atij që kjo zonjë ka ardhur këtu me të gjitha dokumentat dhe më ka thënë që ky emër i babait është i vdekur që në 2020, që në 2002 më duket ka vdekur babai im, një gjë e tillë. Por jo, është një proces tjetër. Të merremi edhe me ato 30 ditë. Me lezetshmja që më tha paguje ti përpara, pastaj ndro emrin. Jo, edhe po që se ato të pensionit tha, pagoje ti gjithë këtë tash sa është kjo numër, dhe pastaj të presun ja 50 vjet mbasi ti ke vdekur dhe unë, që të më dërgojnë ato lekët mbrapsh mua, sepse një ditë ato do të kalkulohen, që domethënë do jenë më pak. Dhe një tjetër më jep me idenë, po ti merr faturën një herë dhe i thuaj çfarë duhet bëj unë tani, edhe shko ti atje ku duhet shkosh, domethënë ke bashkia, dhe pastaj ta heqi bashkia, edhe pastaj të shkoj unë të paguaj sasinë. Mirë po, ekziston prap nga goja e tyre që jemi gjysma e dhjetorit. Sa kohë duhet të rri unë këtu që të bëhen tërë këto procese, sepse jam e sigurt që tani kanë filluar pushimet. Ndoshta me ngrënien e gjelit vit të ri mbas se vinë të kthjelluara në janar për 2029 ose 30. Shikoni, nëse një gjel mund të kthjelloj mendjen e këtyre punonjësve, do të isha shumë e kënaqur se do ju bleja 100 gjela, që t'i pastronin trut një çik më kollaj dhe më shpejt.
Por është gjyna. Është gjyna, edhe është turp. Për mua më vjen kaq turp nga vetja ime që u linda dhe u rrita këtu, edhe ika dhe në kohën e Enverit neve nuk i kishim këto gjëra. Të vinte fatura në shtëpi. Mua të dua unë tash të sill një dokument nga Greqia, të sill një dokument nga Amerika, nuk ka post këtu ore. Ku do ma si dërgojnë letrën mua? Unë kam adres, po ku janë kutijat e postave? Mos kush e di janë aty ke plerat që janë këtu 10 metra më larg? Që kam shkuar 20 herë ke bashkia, edhe jo po kështu jo pa ashtu dhe asnjëherë nuk i rregullojnë plerat. Pse në disa vende për shembull kanë bërë ato prej teneqe nga anët, i kanë bërë si gjysmë shtëpie për shembull, me çati, kanë hapur penxhere, ato që janë ke trotuari, i hedhin plerat brenda në kosh, edhe nuk dalin në rrugë. Tashi unë që kam biznese këtu, të bëj dhe një tjetër pa di unë kësaj bashkisë. Se mbase bëhem dhe unë e pasur me këto gjëra. Se tashi e kemi katandisur muhabetin në histori, do me thënë shakaje. Koka e bashkisë Po dalë është në detyrë dhe është në burg. Nuk e di unë, por në qoftë se koka e bashkisë është atje, edhe të tëra degët janë të kalbura, mbylle bashkinë. Mbylle deri sa të gjesh njeriu në sakt. Sepse unë nuk kam të drejtë që të harxoj kohën time, frymën time, nervat e mia, të më ngrihet mua tensioni, sepse këtu disa njerëz duan të vjedhin, apo duan të mashtrojnë, apo duan të tallin dynjan që të gjenden në punë. Kjo nuk është e drejtë. Sipas jush. Sipas me, po dhe sipas fakteve. Sipas atyre është e drejtë, kështu duhet. Po, ashtu është, po mirë. Po ti marrun më gjen ti mua në një njeri që ku e ka shtëpinë, nga këto që janë të bashkisë, ti marrun këto plera këtu dhe t'ja hedh nuk e dera. Si do t'i vi ati? Ati e ka rregulluar koshat ata. Ai ka rregulluar. Janë me të muri. Mos është më i bukur se unë ai apo është më i zgjuar, si thua ti? Do të ata kanë bërë një çik botox, kështu nuk rri me kapele si puna juaj. E po unë vë kapele sepse më kanë detyruar ata. Apo ta them atëre me filmin Beni ecën vet, që hypte sipër, kishte hyrë Beni sipër në pemë dhe kur kalonin gjermanët e kishte për sinjal që e hiqte kapelen, edhe unë ta bëj e ve kapelen për sinjal, ore njerëz, zgjoni. Se unë s'kam ku t'lan. Zgjoni se na iku uji. Zgjoni se na iku uji. Na iku dinjiteti. Është ka ta ndisur gjeli një thel, përdor një shprehje në jug. Dëgjoj, fola pak e revoltuar, sepse jam shumë e revoltuar, dhe unë nuk dua që t'i fshen ndjenjat e mia. Kjo nuk do të thotë që jam pa edukat ose e gërsuar, po që jam e irrituar, po. Jam shumë e irrituar. Edhe do thuash pse të ka ndodhur gjithë këto gjëra, po ja që ndodhin. Nuk e kuptoj për njerëzit që kanë probleme akoma më të mëdha se unë, pse nuk flasin. Unë pa i mend me kohën e Enverit, nëse kishim një problem, shkoje ke komiteti qendror dhe ta zgjidhnin. Keq apo mirë. Kjo nuk do thotë që jam pro Enverit, kjo nuk do thotë që jam pro askërkujt. Thjesht po them disa fakte që në kohën e komunizmit kishim dhe ujë, po dhe kishim më tepër drejtësi. Kurse tani nuk kemi asnjë lloj drejtësie. Ai uji ka qenë shumë herë më cilësor se sa uji që po pim tani. E shikon këtë dollapin këtu e kemi pas neve çesmën. S'kishim nevojë për frigorifer atëherë neve që të vini makull për ujin, se uji ishte uji i selitës, që ti thante dhëmbët, edhe ishte ujë që të honepste për një herë ushqimin, mbas 2 orësh domethënë doje të haje prap, kaq uji i mirë ishte, e i pastër, edhe i ftohtë dhe kishim 24 orë në ditë. Mos ndoshta kjo gjë ndodhte sepse nuk kishte bidona në përmarkete që të shiteshin? Mbase. Se me shtimin e bidonave në përmarkete, u detyruan që të prishin cilësinë e ujësjellësit dhe të katandiseshim në përmarkete që nuk e dim se ç'pim. Sepse dhe këto bidonat, shqyqyr që na dolën, se çdo gjë është bërë plastike tash, si bidonat. Mbase nga bidonat e ujit filloi plasticizmi për çdo gjë? Marë për çfarë plasticiteti kemi? Për të gjitha. Për të gjitha ato që janë falso, për të gjitha ato që janë të padrejta për popullin. Edhe nuk e kuptoj këta njerëz që janë në udhëheqje, çfarë interesi kanë që ta kenë popullin të dëshpëruar, të demoralizuar. Nëse mua ti do më sillesh mirë, unë do të sillem 10 herë mirë, se do të jem mirë njohës. Ama sa më dele të jetë populli, aq më kollaj nënshtrohet. Shiko, po supozohet që komunizmi të bënte dele. Tashi janë qingja fare, them unë.
Zonja Eleni, unë të përshëndes shumë. Edhe unë gjithashtu faleminderit që më dhe rastin për të shprehur edhe një herë këto problemet që kam unë. Shpresoj të zgjohen njerëzit, si ata që na dëgjojnë, nëse ju ndodhin gjëra të tilla, të mësojnë të luftojnë për të drejtën e tyre, mos ta ulin kurrizin. Dhe për këta punonjës që punojnë në për këto institucione, të kenë pak kujdes, sepse pa neve nuk do ta kishin atë karrige. Të përshëndes. Gjithashtu.